kam kolegun Mariglen Kume, është pranë Partisë Demokratike. Mariglen, më dëgjon? Mariglen, si është situata tek Partia Demokratike në këto momente? Sebastian, sa i përket klimës, po themi, situata është e qetë këtu në Partinë Demokratike. Vetëm para pak minutash mbërriti edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Noka, i cili deri në këto momente ka qenë në terren, pasi e kemi parë që ka qenë pjesë edhe debateve të ashpra që ka patur në zonën e Borës. Pra, ndërkohë që për momentin ndodhet këtu, Sebastian, një grup prej më shumë se 5.000 vetash është krijuar grupi monitorimit të procesit zgjedhor pikërisht në selinë e Partisë Demokratike, të cilët mbledhin informacion nga raportimet si nga komisionerët që kanë në komisionet e qendrave të votimit apo në KZZ të ndryshme, por edhe nga mediat, nga denoncimet që mbërrin përmes mediave dhe i raportojnë ato me njëherë qoftë në pranë misionit të ODIHR apo edhe ambasadave të ndryshme. Ndërkohë vazhdojnë, po themi, punën e tyre për të mbledhur informacion. Ajo çfarë më bën përshtypje në fakt, Sebastian, deri më tani në selinë e Partisë Demokratike kemi vetëm 2 dalje deri më tani nga kjo seli për të bërë thirrje drejt qytetarëve për t'ju drejtuar kutive të votimit, pra për të votuar, ndërkohë që nga ana tjetër ka një prezencë më të shtuar ose një intensitet më të lartë nga Partia Socialiste në dalje për media për të bërë thirrje për të votuar ndaj qytetarëve. Ndërkohë, pra që nëse nga analizat politike të mëparshme apo edhe të rezultateve të mëparshme, zakonisht konsiderohet kur pjesëmarrja është e lartë, ajo është në disfavor të partisë kryesore, në disfavor të partisë në pushtet, ndërkohë e kundërta ndodh sipas këtyre analizave kur pjesëmarrja është ulët, pra është gjithmonë në favor të partisë që qëndron në pushtet. Në këtë aspekt del një lloj kontradikte ose ndryshim strategjie nga sa i përket Partisë Demokratike, e cila është fokusuar kryesisht që prej orëve të vona të ditës së dieshme është fokusuar vetëm në denoncimin e parregullësive të procesit të votimit dhe të parapërgatitjes së procesit të votimit. Kanë qenë të shumta denoncimet për incidente, qoftë edhe këtu në kryeqytet, por edhe në rrethe në Tiranë ka pasur disa raste ku është bllokuar përkohësisht votimi si në zonën numër 9, por edhe në zona të tjera, Sebastian. Po? Ke informacion si e lexon Partia Demokratike pjesëmarrjen deri në këto momente? Shko, nga diskutimet ose nga të dhënat që kanë ardhur deri më tani, qoftë nga strukturat e Partisë Demokratike, por dhe nga një diskutim që patëm off the record, po themi, me persona, me drejtuesën politike të Partisë Demokratike për diasporën, por edhe persona të tjerë, kishin një optimizëm nisur nga raportimet që kanë mbërritur tek ta sa i përket pjesëmarrjes, po themi, të njerëzve të cilët ata i cilësojnë si potencial votues të opozitës. Megjithatë, pasiguria qëndron edhe tek ta dhe ekziston ankthi për të pritur për të parë deri në momentin që të nisin procesi i numërimit të votës për të parë se si ka qenë vullneti i qytetarëve. Po, Mariglen, do të lidhemi sërish për të marrë të reja të tjera.